Sa po dola nga samiti i diasporës, është një aktivitet gjigant që ka ftuar të gjithë shqiptarët që jetojnë nëpër botë dhe më ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme fjalët e një sipërmarrëse shqiptare në Itali. Dëgjoni vetë më mirë se janë fjalë që i kanë mburuar nga shpirti. Normalisht i ishte mbledhur gjithë ato vite në emigrim dhe shif çfarë u tha politikanëve shqiptar më në sy. Unë kam shumë keq dje kur u dhan çmimet. Në krahun tim, ndoshta nuk e njihni, është një nga imprenditorët shqiptar që jep punë 350 familjeve. Është një person që është bërë vetëm, e ka filluar nga zero, as te poti. Dhe nuk pash të paktën t'i përmendej emri. Ju jeni larg realitetit, flas për politikanët. Jeni larg realitetit. Ju nuk jeni afër me ne. Jo që unë vi këtu vetëm të gjoj politikanët. Hapni dyert sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Zoti Daulan Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe ka të tjetë të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jeni të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër, jo vetëm të vini edhe të siguroni njerëzit tuaj. Kaq ishte video për sot, s'dua të bëj asnjë koment tjetër sepse ju jeni të zgjuar të kuptoni vetë gjërat.